ka për krijesat. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka veçuar më shumë ku thot në Kur'anin famlar Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, dhe nuk të kemi dërguar ty tjetër përveç se mëshirë për të gjithë botrat. I dërguari i Allahut profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, këdo e trajtonte me mëshirë. Ai flet duke i orientuar njerëzit në një mëshirë të përgjithshme dhe duke thënë: mëshirojini ata që janë në tokë, ty mëshiroj ai që është në qiell. Veprimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam jo vetëm që frymëzojnë mëshirën, po ato na tregojnë neve kufit e mëshirës. Nga se unë mendoj se ne nëse nuk do të kishim dëgjuar për mëshirën e pejgamberit Zotit Muhamedit alayhi salatu wassalam, nuk do kishim arritur të imagjinonim që kufit e mëshirës janë kaq të larta. Do mendonim se mëshira është një gjë e ngushtë. Në fakt tek shembulli i profetit ton Muhamedit alayhi salam gjejmë zgjidhje për gjithçka, për çdo problem që ne kemi në jetën tonë. Mëshira e profetit thon Muhamedi alayhi salam na ndikon të gjithë ne, në të gjitha kategoritë. Prandaj dhe në këtë kontekst ne do ta kuptojmë Islamin globalisht, sepse Islami në kuptimin e saj është paqe, është mëshirë, është nështrim, udhëzim, bindje ndaj urdhave të Allahut të gjithësisë, pavarësisht çdo lloji kategori njerëzish. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur shëmbëltyra më e bukur e mëshirës në këtë botë, si mishërim i asaj mëshire të Allahut të madhëruar, ku në një ajet tjetër thot përsëri Allahu i madhëruar: dhe ju dërguam juve një pejgamber nga mesi juaj, i të cilit i vjen rënd për mundimet që keni, për problemet që kemi. Pra ai flijon nga jeta e tij, flijon nga gjumi i tij, flijon nga rahatia e tij, vetëm që ju të jeni mirë dhe të vazhdoni jetën ashtu siç duhet. Pra Allahu i madhëruar në shumë ajete kuranore na ka treguar për mëshirën. Qofshin ato njerëzore apo gjithçka tjetër. Andaj pejgamberi Zotit alayhi salatu wassalam na tregoi me mëshirën e tij se deri ku mëshirohet. Por mbase jo vetëm na tregoi për mëshirën e madhe, por na tregoi se dhe ku nuk ka më mëshirë, sepse njeriu do të di deri ku të mëshiroj. Pra të ketë një mëshirë të madhe, por mos të mëshiroj në dëm pastaj të kurrizit të njerëzve. Dhe pejgamberi Zotit alayhi salatu wassalam i mëshironte njerëzit dhe kur gabonin, dhe kur harronin, dhe kur nuk dinin, ishin një rand, i mëshironte njerëzit dhe kur bënin zullum, për sa kohë që kur njoftoheshin se ishin në gabim, ata ktheheshin. Ndërsa nëse njeriu vazhdon në zullum, pejgamberi Zotit alayhi salatu wassalam e mbaronte mëshirën dhe fillonte me qortimin, fillonte me rregullimin. Prandaj kur shikonim se një gjë nuk ndodhte ashtu siç shkonte mirë, një diçka jo e këndshme, ai ne na urdhëronte që të ishim të parët në veprim për ta ndryshuar një gjë të keqe, qoftë me gojën tonë, qoftë me dorën tonë. Ndoshta dhe nëse nuk arrinim do këto dy të parat, edhe me zemrën tonë një gjë të keqe ta urrenim. Prandaj dhe kjo globalisht mund të përkthehet që ne duhet ta përcjellim Islamin në formë më universale, më të përgjithshme. Islami nuk është fe klerikale e një individi të caktuar që ta perifrazojë për ta ngushtë.
se ti ka treguar mëshirë ndaj çdo krijese. Pejgamberi alayhis salam për shembull na tregon një rast ku i thot shokëve të tij: keni mëshirë ndaj atyre krijesave që nuk flasin dot. Që do thot ju tregonte të jenë të mëshirshëm ndaj krijesave si kafshët, insektet, shpendet e çdo gjë tjetër. Pastaj me njerëzit kemi shembullin më të bukur kur pejgamberi alayhis salam hyri në Mekë. Edhe pse ata u friksuan se mos valla ai do merrte hak ndaj atyre gjërave që i kishin bërë, ai u tregua i mëshirshëm dhe u tha jeni të lirë. Pra vetë pejgamberi alayhis salam me veprat e tij tregonte se mëshira është gjëja kryesore, është bërthama e çdo gjëje që të jesh një besimtar i mirë, që të jesh një njeri i mirë. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka treguar në një hadith se nuk është më me vlerë apo më i mirë arabi nga jo arabi, apo i ziu nga i bardhi. Por më i mirë është ai njeri i cili është më i devotshëm tek Allahu. Dhe kjo sheshon të gjitha ato paragjykimet shoqërore apo klasat shoqërore që njerëzit ndoshta nga dashakësia apo ndoshta nga të mos kuptuarit drejt të çështjeve fillojnë të ndërtojnë ndërmjet tyre. Pra na bën të qartë i dërguari i Zotit, profeti Muhammed, se njeriu ngrihet dhe afrohet tek Zoti i tij me devotshmëri dhe nuk ngrihet apo afrohet njeriu për shkak të prejardhjes së tij apo për shkak të një cilësie të caktuar që ka të bëjë me pozitën e tij shoqërore. Por ajo që afron njeriu me Zotin është zemra e tij dhe devocioni ndaj Zotit. Dhe kjo krijon një lloj barazie, një lloj ndjenje, jo poshtrimi midis njerëzve me njëri tjetrin, po një ndjenjë e cila i afron njerëzit me Zotin nëpërmjet kryerjes së veprave të mira dhe jo asaj nga ata vinë. Siç tregohet një hadith ku ai thot: "Unsur ahake zalimen aw mazluma." Ndihmoje thot vllajin tënd, qoftë ai zullumqtar ose që i kanë bërë zullum. Shokët e pejgamberit nga që kishin mësuar prej tij mëshirën dhe kishin mësuar prej tij edukatën dhe etikën, i thanë: "O pejgamberi i Zotit, e kuptojmë tha kur i bëhet zullum që duhet ta ndihmojmë. Po si ta ndihmojmë në atë kur ai është zullumqtar?" Tha duke i kapur dorën. Duke i kapur dorën pra që mos bëj zullum. Në këtë moment kur njeriu ngul këmbë në zullumin e tij, mbaron kufiri i mëshirës dhe fillon kufiri i qortimit. Në të kundërt, mëshira vazhdon pafund. Allahu i madhëruar u drejtohet besimtarëve duke thënë: nëse keni mosmarrveshje ose mospajtime midis jush, atëherë kthejuni librit pa Kuranit dhe udhëzimeve të dërguarit të tij. Dhe nëse kapeni fort, thot profeti Muhamedi alayhis salam, si i thon të kapësh diçka me dhëmball, jo me dhëmbë të përparme, se që ajo nuk lëshohet më asnjëherë. Pas dy gjërave më të rëndësishme, Kuranit dhe praktikës time, ju nuk do të keni për të devijuar, të themi. Prandaj dhe kjo ne na orienton që ne të gjejmë një zgjidhje adekuate më të mirë për të gjitha çështjet tona. Ne kemi zgjidhjen. Allahu i madhëruar në gjithësi nuk ka lënë asnjë gjë pa e shënuar, të themi, në univers që të na jap një zgjidhje apo një orientim në pika apo në fushat e caktuara. Prandaj kjo mëshirë, kjo rahmet është udhëzim për ne. Burimi i mëshirës dihet që buron nga mëshiruesi, nga krijuesi i gjithësisë. Krijuesi i gjithësisë e ka krijuar këtë tokë me mëshirë. Ai thot: mëshira ime ka kapluar çdo gjë, ka tejkaluar çdo lloj kufirit. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte shëmbëltyra e tij në tokë. Prandaj dhe nuk kishte asesi tjetër vetëm se të sillet me mëshirë. Allahu në suratul Ali Imran, ajeti 156 thot: fal mëshirës së Allahut o Muhammed, ti nuk u solle vrazhd me ta, por sikur ti ishe sjell i vrazhd ndaj tyre me ashpërsi, ata do të largoheshin rreth teje. Dhe profetit ton Muhammedit alayhis salam i vinin shumë njerëz dhe ai përkrahte të dobtit, të shtypurit, njerëzit të pafuqishëm. Kjo nuk tregon se ai ishte i dobët vet, ai ishte i fuqishëm dhe mbështeste dhe ndihmonte njerëzit që ishin të papërkrahur nga të tjerët, të vetmuarit, nevojtarët. Bujaria e tij, dashuria e tij, mirësjellja e tij
fëmijët e tij. Ai ka qenë gjithmonë i mëshirshëm. Madje edhe me njerëzit të cilët kanë qenë nën të, pra merrnin urdhra prej tij, duke qenë që ai ka qenë tregtar, por dhe burr shteti, ata nëse bënin një gabim dhe e meritonin qortimin apo e meritonin kritikën, i dërguari i Zotit bënte sikur nuk i shikonte mangësitë e tyre, bënte sikur nuk i shikonte gabimet e tyre, i tej kalonte ato duke i mëshiruar ata. Dhe kur nuk ka qenë kritikues i drejt për drejt i tyre. Madje edhe gabimet e hapura të cilat ata i bënin, ai i kalonte ato dhe nuk i qortonte ata qoftë në vetmi apo qoftë përpara njerëzve për të dhënë atyre kohë që të reflektonin vetë dhe ta kalonin këtë gjendje apo këtë gabim që kishin bërë. E si edukohet ndryshe fëmia veç se me mëshirë. Fëmia ka nevojë të mëshirohet. Ai është edukimi për të. Dhe ndërsa i rrituri ka nevojë të respektohet. Ai është edukimi për të. Andaj pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam tha, nuk është prej nesh ai që nuk e respekton të madhin dhe nuk e mëshiron të voglin. Na mëson pejgamberi i Zotit se si ai i edukonte fëmijët, niprit, mbesat dhe fëmijët e besimtarëve me mëshirën e tij. Tregon pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam se një ditë pra teksa ai po falej, i kishin hyrë mbi shpinën e tij kur ishte në sejdë dy niprit e tij. Dhe besimtarët që ishin mbrapa, po faleshin me të, po vristin mendjen pse po vonoje kaq shumë sejdja. Dhe kur mbaron namazin, i tregon pejgamberi i Zotit, thot, po luanin dy niprit e mi, thot, kishin hyrë mbi shpinën time dhe unë nuk doja, thot, t'ia prish atyre lojën, andaj qëndrova. Kjo tregon se si pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam me mëshirën e tij i edukoi dhe i mëshiroi këta fëmijë. Gjithashtu Enesi radiallahu anhu ka qenë një djalosh i ri, i cili i shërbeu profetit Zotit 10 vite. Tha, për 10 vite i kam shërbyer pejgamberit Zotit dhe asnjëherë nuk më tha uf, asnjëherë nuk më tha si e bëre këtë, asnjëherë nuk më tha pse e bëre këtë, pse nuk e bëre kështu, mund ta kishe bërë më mirë. Dhe asnjëherë thot nuk ka goditur. Tregon se goditja nuk është zgjidhje në edukimin e fëmijëve. Dhe nëse prindi e godet fëmijën, e godet nga mangësia që ka në mëshirimin e fëmijës, nga që nuk është në gjendje ta duroj, ta dëgjoj, ta dalloj problemin dhe mbasi e ka ekzaminuar të jap zgjidhje, ai nga që s'ka kohë për gjithë këto dhe i bie shkurt e godet fëmijën. Ndërsa shembulli më i mirë është shembulli i pejgamberit Zotit, ai kur nuk goditi, vetëm i mëshiroi fëmijët dhe arriti të edukojë me fjalët e tij të buta. Një shembull të fundit kisha pas qefta merja, megjithëse shembujt janë të pafund. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam me mëshirën e tij e edukonte fëmijët dhe nga ana emocionale. Tregohet një fëmijë kishte marrë një zog të vogël në kohën e tij dhe e ushqente, e rriste. Dhe ai zog ngordh. Dhe pejgamberi i Zotit del për të shkuar te ky fëmijë, than ku po shkon? Tha po shkoj, tha ta ngushëlloj, pra ti flas ti fëmijët për zogun e tij. Pra u mor pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam për me emocionet e këtij fëmije. Ndërkohë që e shohim sot në botën tonë, vetë prindrit, apo vetë ne si prindër, apo si vëllezër të mëdhej, nuk merremi me emocionet e fëmijës. Shohim anën, pra ta ushqejmë, ta arsimojmë dhe nuk merremi si ndihet ai.
me familjen tonë, jetojmë përditshmërinë tonë në këtë shoqëri. Duhet jemi njerëz të cilët u japim kohë njerëzve që ata ta gjejnë përmirësimin e tyre. Dhe mos jemi njerëz imponues, që i lodhim njerëzit me fjalë apo me kritika. Të jemi të mëshirshëm ndaj tyre dhe të tregojmë të njëjtën zemërgjërsi që ka treguar profeti Muhammed me të gjithë shoqërinë e tij në kohën e tij. Sfida më e madhe që ka njeriu kur praktikon mëshirën profetike, kur është i mëshirshëm ngjashmërisht me të dërguarin e Zotit Muhamedit alayhi salatu wassalam, është fakti se ai shikohet pra me një sy si i huaj prej njerëzve. Shikojnë dhe thonë çfarë bën ky, si ka mundësi, ku e ka interesin. Por ata njerëzit përgjithsisht nuk arrin të kuptojnë se burimi i mëshirës të personit buron pra prej besimit që ka në Zot. Dhe gjithmonë besimtari, nëse përpiqet të zbatoj dhe të përndjek rrugën e pejgamberit Zot Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe të ngjasoj pra mëshirës së tij dhe të jetë i mëshirshëm me njerëzit ngjashmërisht si i dërguari i Zotit, ai do të shikohet pak si i huaj, njerëzit do thonë është i çuditshëm, si ka mundësi që ka gjithë të mëshirë, ku e ka qëllimin. Pra mendoj që sfida më e madhe, qoftë në kohën moderne tani, qoftë në fillimet e Islamit, ka qenë pra kjo pikë. Në fakt, shoqëria islame sot është e rrethuar me shumë sfida, të themi në kontekstin e zhvillimit të përtejshëm të teknologjisë apo të gjithçka. Profeti Muhamedi alayhis salam kur thot yesiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunfiru. Lehtësoni, mos vështirësoni. Përgëzojini njerëzit, por mos i dëshpëroni. Dhe ne kemi zgjidhje për çdo gjë. Me këtë ne duhet të qasemi çdo lloj problemi, qoftë vetjak, qoftë shoqëror, për ta zgjidhur atë, jo për ta degraduar atë apo për keqësuar situatën. Disa nga sfidat e praktikimit të mëshirës profetike apo modelit profetik të mëshirës së njerëzve janë se sot njerëzit gabimisht, ata njerëz të cilët i mëshirojnë të tjerët apo i tolerojnë të tjerët, i marrin si njerëz të dobët. I marrin si njerëz që nuk kanë zgjedhje, po janë të detyruar të mëshirojnë sepse nuk kanë mundësi tjetër për të vepruar në të tilla raste. Por kjo nuk është e vërtetë. Dhe mos na bëj kjo gjë neve që të mos jemi të mëshirshëm. Të mos na bëj ky paragjykimi njerëzve, të mos jemi të mëshirshëm. Të jemi ne muslimanët, të jemi ne besimtarët shembull të mirësisë, shembull të mirëkuptimit, shembull të dashurisë dhe shembull të dhënies së mundësisë së njerëzve që ata të ndryshojnë për mirë, e ky ndryshim për mirë nga ndryshim individual të kthehet në një ndryshim kolektiv që i bën dobi të gjithë shoqërisë tonë. Toleranca nuk ka qenë kurrë virtyti i dobtit, ka qenë gjithmonë forcë e atij njeriu që ka sjellur ai me të mëdhenjt, si është sjellur me të fortit dhe me të dobtit, si është sjellur me të bardhin dhe me të ziun, si është sjellur me të pasurin dhe të varfrin, të shohin se si ka komunikuar ai. Në jetë me të vërtet mund të na dalin shembuj shumë të mëdhenj të menjëhershëm, të cilët mund të kenë famë. Por mos harrojmë se kemi një shembull që këtu e 1400 vjet është famë e çdo njeriu i cili kërkon të ketë burimin në mëshirë, në paqe, në falje dhe në mirësjellje. Pra, të ndjekin atë që nuk humbet asnjëherë, jo atë që është sot dhe nesër do ta harrojnë. Shembulli që rinia sot duhet marrë nga i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, është që të jenë zemërgjër me shokët e tyre në radhë të parë, me ata të cilët janë në të njëjtën moshë, të jenë mirëkuptues, të jenë dëgjues të mirë të halleve të tyre. Ndoshta një mik i tyre, një i afërt i tyre, një shok i tyre ka nevojë të dëgjohet. Kohërat sot janë sfiduese për çdo dhe ne kemi nevojë të flasim me dikë për një shqetësim që kemi. Andaj ta shfrytëzojmë mëshirën që na ka mësuar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, si një dëgjues i mirë që ai ka qenë, si një dëgjues i mirë i shokëve të tij, si një dëgjues i mirë i fëmijëve të tij, i bashkëshorteve të tij, madje edhe i armiqve të tij, ku ai i dëgjonte ata për të mos shkuar në konflikt çështja, apo për të zgjidhur, të jenë sot të rinj dëgjues të mirë dhe të jenë të mëshirshëm me të afërmit e tyre, të jenë të mëshirshëm dhe respektues ndaj prindërve të tyre
dhe ta shfrytëzojnë këtë mirësi dhe këtë mëshirë që ta afrohen me njëri tjetrin në mirë kuptim dhe në solidaritet. Të rinjt sot duhet të jenë larg bullizimit dhe duhet kuptojmë që nuk ka qenë kjo pjesë asnjëherë e Islamit. Edukimi islam vetëm se afron të riun me Zotin dhe ky afrim dhe ky mëshirë që i riu ndjen me Zotin e tij duhet që ta shfrytëzojë këtë mëshirë që t'i afrojë njerëzit rreth vetes dhe t'i mirë kuptojë ata. Dhe asnjëherë të mos jetë bullizues ndaj tyre, sepse Islami nuk na orienton për të, madje na ndalon drejt saj me histori të ndryshme të sahabëve ku janë qortuar në momentin që kanë qenë njerëz apo kanë thënë fjalë që nuk duhet i thonin ndaj miqve të tyre, nga shokëve të tyre. Se ne pavarësisht çdo njeriu, çdo interesi apo kategorie, ne duhet të jemi të drejtë, do të jemi të dashur, do të jemi të mirëkuptueshëm. Dhe ky ishte profeti ynë, Muhamedi alayhis salam, i cili u dërgua për mëshirë për të gjitha botrat. Profeti ynë Muhamedi alayhis salam, me shpalljen hynore që erdhi, na nxori nga errësira skëter e ignorancës në dritën e udhëzimit, në dritën